Zhvilluar sot ceremonia finale e kampionateve pranverore 2026 organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve Kujtim Alia me pjesëmarrjen e rreth 40 shkollave nënvjeçare të Bashkisë Shkodër. Kampionati solli një atmosferë festive dhe sportive, ku nxënësit u përfshin në gara dhe aktivitete të ndryshme përgjatë kampionatit. Sot përmbyllim kampionatet pranverore për shkollat nënvjeçare të Bashkisë Shkodër. Ka qenë një aktivitet shumë i gjatë, i shtrim kohë për rreth 2 muaj dhe sot është ceremonia finale e shpërndamjes çmimeve, medaljeve, certifikatave për fituesit. Si ditë e fundit kena lanë që 2 finalet e voleybollit për meshkuj dhe për femna të zhvillohen sot, ku do të losin për femna Marith dhe Maria Nimtare, ndërsa për meshkuj pak më vonë do të losin shkolla austriake me Ismail Qemalin. Ka pas një pjesëmarrje shumë të madhe, 40 shkolla kanë qenë të angazhuar në këtë aktivitet. Përgjegjësi i sportit në Qendrën Kulturore të Fëmijëve Kujtim Alia, Herion Faslia, ka vlerësuar rëndësinë e aktiviteteve të tilla që ndihmojnë në aktivizimin e të rinjve, nxisin frymën e bashkëpunimit dhe i mbajnë larg varësisë nga teknologjia dhe rrjetet sociale. Na e dim vlerën e sportit, sidomos në kohët që jetojmë, më shumë sport do të thonë më shumë shëndet, më larg teknologjisë, edhe besoj që është e tepërt me fol për vlerën e sportit, sidomos në kohët që jetojmë. Kështu që aktivitetet e tilla nuk janë kur mjaftueshëm, duhen gjithmonë më tepër për me i ndihmu fëmijët që të jenë sa më aktiv. Në përfundim të kampionatit, fituese u shpall shkolla Zemra e Krishtit, e cila u vlerësua për rezultatet gjatë garës.